Sonde do të mbahet çerek finalja e Big Brother Albania VIP 4. Dy persona janë në luftë për të shkuar si finalist i dytë. Në garë është Laerti dhe Egli. Unë kam komentuar shumë qasjen e Laertit. Për të, sonde janë dy rrugë, o një zar fizi ose një bilet për të shkuar në finale. Gjasat me sa po shohim janë që ai të shkojë në finale, edhe pse për mua e meriton 100% të jetë Egli personi që duhet të shkojë sot dhe të jetë ajo finalistja e dytë. Por, siç e thash, të gjitha rrugët të çojnë tek Sagapao Laerti. Është e trisht se si një personazh si Laerti, i cili prezantohet si aktor i madh, në një debat të fundit me Xhestin, dha një deklaratë e cila është një blasfemi, është një përçarje, tregoi një urrëtie dhe një disinformim. Përçoi një mesazh të gabuar kur tha që Allahu Ekber e thon personat që presin koka dhe janë terroristë. Jo, Sagapao Laerti. Nuk e thon personat që janë me të vërtet besimtar dhe që besojnë në Zot. Allahu Ekber është shpreha më e bukur, më e paqët, më pranuese për Zotin e komunitetit edhe të njerëzve që janë pjesë e komunitetit musliman. Por pse nuk duhet të shkojë Laerti në finale sot? Ai ka thënë që nëse Xhesti do të shpallet fitues, do të jetë një dëm i madh për shoqërinë. Jo, Sagapao Laerti, nuk do të jetë një dëm i madh për shoqërinë, pasi Xhesti është ai që ka bërë këtë Big Brother, por e kam diskutuar dhe do ta diskutoj në moment tjetër. Por pse nuk duhet të shkosh ti në finale, janë për shumë arsye. E para, për blasfemin që bëre ndaj fjalës Allahu Ekber. Nga ana tjetër, ke luajtur me femrat, ke tentuar që të mbash, le të themi, qëndrimin tënd në atë shtëpi në kurrizë të grave. Ti i ke goditur dhe ke bërë veprime të pahishme përballë një gruaje të martuar. Këto janë normat që ne duhet të përcjellim. Ky është burri që duhet të fitojë Big Brotherin, që prek në pjesët e tij intime kur ka përballë një grua të martuar dhe e provokon për ta denigruar dhe për ta nxjerrë nga kontrolli. Je po ti Laerti, ai që ke thënë që Xhesti duhet vrarë. Këto janë fjalë dhe këto janë veprime, këto janë sjellje që do të ketë një fitues. Jo, Sagapao Laerti. Nuk duhet të jesh ti finalisti i dytë sonde, por Egli, e cila e ka mbajtur në kurrizin e saj të gjithë lojën brenda Big Brotherit, të gjithë sulmet në mas, duke e quajtur me një fjalor dhe me përcaktime të shëndetit mendor, që askush nuk është specialist, por flas për figurat publike, ish banor apo edhe banor të asaj shtëpie. Duke e quajtur Eglin manjake, duke e quajtur përndjekse, duke e quajtur me lloj-lloj epitetesh, të sëmurë, të çmendur, ka marrë ilaçe, ka bërë abort. Çfarë nuk është thënë për Eglin jashtë shtëpisë së Big Brotherit? Ai shumë është goditur ajo, saqë nga mëngjesi deri në darkë çdo emision merret me të dhe me Xhestin. Pra, këto janë lojtarët që e kanë mbajtur këtë shtëpi. Këto janë lojtarët që ka dhënë, le të themi, materiale. Big Brother nuk është një shkollë riedukimi apo një fakultet apo një master. Big Brotheri është një lojë ku secili prej tyre, ku secili nga banorët është në luftë për të mbijetuar dhe për të prodhuar show. Kur jemi tek show, i vetmi që e bën këtë është Xhesti. Dhe sonte, për të gjitha pikat që unë përmenda, nuk e shikoj as pak të denjë që të shkoj Laerti, edhe pse është mbajtur me pekule nga produksioni, dhe nga ana tjetër, pikërisht të gjithë faktorët të çojnë tek shenjat që do të jetë Laerti. Egli dhe Xhesti janë shprehur që do ta braktisin sonte shtëpinë, nëse Egli nuk shpallet finalistja e dytë dhe kanë të drejtë. Në këtë vend duhet të mbizotërojë meritokracia dhe jo të shitet një personazh me shumë gabime që kanë atë lojë si Laerti. Duhet të kujtojmë që ata të dy, pra ai dhe Rozana, janë tallur duke bërë lojra. Jo sa kafe kemi pirë, jo sa kafe s'kemi pirë, jo jemi takura, jo po jemi miq, jo po i dolën dhe foto që kishin qenë së bashku tek Prifti në Elbasan. Pra, këto janë banorët e sinqertë. Ky është shembulli që kërkon Laerti, që Xhesti nuk e ka dhe sipas tij nuk duhet të shpallet fitues. Jo, Sagapao Laerti. Shembulli më i mirë është të jesh dinamik në atë lojë,
të trazojsh ujra, të nxjerrësh personat nga binarët, edhe këtë e ka bërë Gjesti. E sa i takon finalistit të dytë, duhet patjetër që të jetë Egli, por të treguar që kur një femër është për tokë, ajo ringrihet dhe ka forcën për të vjuar lojën. E di që do thoni po ajo doli jashtë, e kush nuk doli jashtë asaj shtëpie, edhe nuk shkoi në finale. Efi Dedhes ishte 2 muaj dhe u fut në shtëpi dhe shkoi në finale. Egla ishte jashtë dhe u shpall fituese, por shumë banor tjerë ka dyshime në rrjet që të kanë dalë nga shtëpia apo dhe takojnë persona të tjerë në dhomë të rrëfimit apo në dhoma të caktuara, madje edhe për banor që janë ende ekzistues në shtëpinë e Big Brotherit. Është Laerti ai i cili ka denigruar dhe ka përdorur Valbonën, e përdori dhe në fund e hodhi si leck. Është ai që ka denigruar dhe ka goditur Gertën. Është Laerti ai i cili ka bërë deklarata shokuese, siç ato që përmenda. Si mund të shpallet sonte finalist një personazh i tillë, por ka shenja që ai do të jetë niso dhe nga rrëfimi tronditës që ai bëri, niso dhe nga droni që i shkoi sot në shtëpi. Prandaj vallëzonte dhe kërcente dhe u hidhte në pishinë, pasi e ka të sigurt që do të jetë finalisti i dytë, por pa meritokraci, pasi në vend të tij duhet të shkojë Egli. A do të dalë vërtet Egli dhe Gjesti, a do të mbajnë ato fjalën për të dalë sonte nga Big Brother? E nëse realisht Egli nuk shpallet finalistja e dytë, atëherë të dy duhet ta bëjnë, por dyshoj shumë, pasi Gjesti është i lindur për të bërë, le të themi, këtë lloj tensionesh dhe për të mbajtur në ankth publikun, por nuk e besoj kursesi që ai të dorëzohet në gati 6 muaj që po bën Big Brother dhe t'ia lë fitoren dikujt tjetër, dikujt që ai e konsideron armike në lojë, siç është edhe Rozana, të cilën e quan të pabesë, edhe e ka hedhur poshtë të gjithë raportin që ai i dha asajt, por kjo është loja dhe kështu ka vepruar. Egli nga ana tjetër nuk ka bërë përçarje fetare. Egli nga ana tjetër nuk ka dhënë deklarata për goditje apo cënim të askujt banori aty. Egli nga ana tjetër nuk ka lënduar apo nuk ka përmendur persona të jashtëm që nuk janë pjesë e Big Brotherit. Egli nga ana tjetër ka dëmtuar veten, por nuk i ka bërë keq askujt në ato lojë. Përballjet më të forta i ka pasur në lidhje me raportin me Gjestin. Nga ana tjetër Egli përballjet më të forta i ka pasur me Gjestin dhe loja e saj padyshim është bërë në këtë rreth ficcioz, por për të gjitha pikat që unë thash, sonte meriton që finalista e dytë të shpallet Egli Tako.